Më 11 shtator starton viti i ri shkollor. Më herët, Ministria e Arsimit ka miratuar strukturën e vitit shkollor 2023-2024, ku përcaktohet qartë se përfundimi i shkollës do të jetë më 14 qershor. Sipas udhëzimit të përbashkët të Ministrisë së Arsimit dhe të Financave, mësimi në të gjitha shkollat e arsimit parauniversitar në vend do të nisë zyrtarisht në datën 11 shtator. Nxënësit e arsimit të detyruar 9 vjeçar do të kenë 2 periudha pushimesh. Periudha e parë e pushimeve do të jetë në fund vit, ndërsa periudha e dytë do të jetë në javën e parë të muajit prill. Urdhri përcakton gjithashtu edhe afatet se kur do të zhvillohen provimet kombëtare të klasave të nënta. Sipas vendimit të marrë, provimet kombëtare të arsimit bazë do të zhvillohen ndërmjet datave 17 dhe 18 qershor. Nxënësit do të testohen në lëndët matematik, gjuhë huaj dhe gjuhë shqipe. Njërisi për vitin e ri shkollor është edhe mosha e nisjes së klasës së parë. Sipas ndryshimeve ligjore, një fëmijë mund të regjistrohej në klasë të parë pa mbushur 6 vjeç, por kushti është që të mbush 6 brenda 31 dhjetorit të këtij viti kalendarik. Pra një fëmijë mund të nisë klasën e parë 5 vjeç e 8 muaj. Sipas udhëzimit, në të njëjtat afate do të nisë edhe përfundoj viti i ri mësimor edhe për shkollat e mesme dhe ato profesionale. Përjashtim do të bëjnë vetëm maturantët, për të cilët mësimi i vitit të ri shkollor do të mbyllet më herët, përkatësisht në 31 maj të vitit 2024 dhe jo në 14 qershor siç ndodh me 2 vitet e tjera të këtij cikli. Edhe nxënësit e shkollave të mesme do të kenë një periudhë pushimesh që gjithashtu do të përkojë me festat e fundvitit, konkretisht në datat 26 dhjetor të këtij viti e deri në 5 janar të vitit që vjen.